Mund konfirmoj definitivisht se marrëveshja është arritur dhe është nënshkruar për pak çastesh. Marrëveshja përfshin 4 segmentet më të rëndësishme për të cilat kemi diskutuar edhe më herët, por që është konkluduar sot, ajo për formimin e asociacionit të komuna me shumicë serbe, për telekomin, për urën, gjithashtu edhe për energjinë. Mund të them se të gjitha marrëveshjet me përgjegjësitë e plota të kësaj janë plotësisht në përputhshmëri me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me ligjet e Kosovës, gjithashtu në përputhshmëri me standardet evropiane. Sot, Serbia më në fund u detyrua të pranoj pas shumë hezitimesh dhe refuzimesh gjatë tërë ditës ndaj këtyre marrëveshjeve, sepse ka kërkuar që ky asociacion të jetë një asociacion me karakter ekzekutiv, por diçka e tillë nuk është pranuar as nga nga delegacioni shtetëror i Kosovës e as nga Bashkia Ndërkombëtare. Ky asociacion do jetë thjesht një NGO, një karakteri vullnetar dhe jo obligativ, një vullneti të komunave me bashkëpunime mes veti për interesat të përbashkëta, sikur asociacioni i komunave tjera që e kemi në Kosovë. Gjithashtu mund të theksoj se gjithaj pretendim i Serbisë për të krijuar një lloj modeli të Republikës së Srpskës, një lloj autonomi apo pretendim ekstraterritorialiteti, sot është rënë poshtë nga kjo marrëveshje. Serbia në fund me një nervozë agresivitet e ka nënshkruar marrëveshjen, e detyruar që të nënshkruaj edhe këtë marrëveshje, tani na duhet të punojmë për implementimin e këtyre marrëveshjeve. Po, zotë Thaqi, do të thotë ka pasur kundërshtime, duke qenë se po thoni që me nervoze ka nënshkruar pala serbe këtë marrëveshje? Mund të them se që nga mesditas pala serbe ka pozuar se nënshkruar deri në këto momente ka nënshkruar pas presionit të madh të Bashkisë Ndërkombëtare dhe obligimeve që ka para Bashkisë Ndërkombëtare dhe perspektives evropiane, përndryshe kemi qenë tank të refuzimit të tyre që nga mesdita, për arsye se refuzonin që gjithçka të jetë sipas Kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Pra parja kosovare ka siguruar atë për cilën ka qenë e zotuar dhe ka qenë e mandatuar që të përfaqësojë shtetin e Kosovës dhe të arrijë marrëveshje sipas dokumenteve shtetërore të Kosovës. Tashti na mbete që të punojmë me Bashkimin Evropian dhe autoritetet tjera të Bashkisë Ndërkombëtare, veçanti me Shqipërinë, në mënyrë që të kemi një implementim sa më të shpejtë edhe për çështjen e asociacionit, gjithashtu edhe për energjinë dhe definohet sa për këtë energjisë definohet qartë prona e Kosovës dhe këtu ishte refuzimi i madh i Serbisë, gjithashtu edhe nervoza dhe gjithaj agresivitet që treguave në takime prej tyre. Gjithashtu sa përket urës, mund të them definitivisht se tani është përcaktuar edhe periudha kohore e largimit të barrikadave, e hapjes së urës, gjithashtu edhe e hapave tjerë të më të tjeshëm që sigurojnë dhe garantojnë lëvizje të lirë të njerëzve dhe madhra në gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe definitivisht edhe Bashkimit të Mitrovicës. Po, kur pritet që të lirohet ura, zoti Thaqi? Kur pritet që të lirohet ura e Mitrovicës? Do të fillon me një implementimi i marrëveshjes dhe aspektet teknike që janë duke u diskutuar tani me grupet profesionale, pra do jetë një periudhë kohore, një proces implementues me periudha kohore shumë të qarta, me ditë, me periudha mujore, se kur do të fillon fillimisht deblokimi, pastaj fillimi i lëvizjes për njerëz, për modra, për makina dhe gjëra tjera. Zotë Thaqi, për fund na thoni, ju lutem, sa është i rëndësishëm në nënshkrimi i kësaj marrëveshje duke pas parasysh takimin e liderëve ballkanik që pritet që të ndodhë në Vjenë? Unë mendoj se Kosova shkon me argumentet fuqishme në Vjenë, argumente këto që fuqizojnë shtetin tonë për të ardhmen evropiane, në veçanti për nënshkrimin e shpejtë të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, gjithashtu edhe rekomandimin për liberalizimin e vizave, për
antarësim në UNESCO, në Interpol dhe aplikim për të antarësuar në Këshillin e Evropës, kështu që mund të them se periudha e ardhshme këtij viti që ka mbetur, duke përfshirë edhe nënshkrimin e të demokracionit me shtetit Kosovës dhe molit e zi, është një periudhë evropiane, apo viti 2015 është viti evropian për Republikën e Kosovës. Mund të them kështu se sot Serbia ka pranuar dokumente ku tekstualisht flitet si Republikë e Kosovës.